Është tek Pallati i Drejtësisë atje ku pritet që të fillojë seanca e radhës për dy të akuzuarit për spionazh, Bedri Shabanin e Muharrem Qerimin, një rast i cili natyrisht po merr vëmendje të madhe mediale, me që është rasti i parë kur dy persona, dy qytetarë të Republikës së Kosovës akuzohen për spionazh të drejtë për drejtë tek bija serbe tek shërbimi inteligjent i Serbisë. Paktën ky është pretendimi i prokurorisë. Seancat natyrisht që ka filluar do të jenë disa seanca në cilat do të shqyrtohet rasti i dytë të akuzuarve. Nuk e di nëse mund të na jap më shumë detaje Fatjona, i kanë sjellur në gjykatë dy të pandehurit, kur pritet të fillojnë fakt seanca. Mirëmëngjesi Arban për ty dhe për të gjithë shikuesit e Kanal 10. Atëherë ne po ju lajmërohemi këtu nga gjykata themelore në Prishtinë tek Pallati i Drejtësisë, ku këtu po, siç e thënë, do të pritet të fillojë seanca fillestare ndaj dy të dyshuarve M.Sh dhe M.Q, të cilët akuzohen për spionazh. Në fakt ata ende nuk i kanë sjellur këtu dhe gjatë kohës që ne ishim brenda duke përcjellur pra seancën e cila ende nuk ka filluar, por pritej të fillonte nga ora 9, pam se për shkak të numrit të madh të pjesëmarrësve këtu u detyruan që ta ndrojnë edhe sallën dhe të dalin një sallë pak më të madhe. Kujtojmë se B.Q akuzohet se ka ndihmuar Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë që njihet si BIA në formën e mbledhjes dhe dërgimit të informacioneve, dokumenteve dhe materialeve që ndërlidhen me UÇK-n, përfshirë eproret e saj, si dhe me ngjarjet dhe objektet si Spitali Ushtarak i UÇK-s në fshatin Monopolc të Shtimës dhe masakrin e Reçakut, në atë mënyrë që i pandehurit të dhënat dhe informacionet në fjalë ja kishte transmetuar zyrtarit të lartë të BIA-s. Edhe M.Q akuzohet se ka kryer veprën penale spionazh sipas kodit penal të Republikës së Kosovës dhe i njëjti nga viti 2012 e në vazhdimsi nga arrestimi i tij e deri me datën 5/6/2024 e ka ndihmuar BIA në formën e mbledhjes dhe dërgimit të informacioneve, dokumenteve dhe materialeve të ndryshme që kanë të bëjnë me luftën dhe pjesëtarët e UÇK-s. Emrat e eprorëve të policisë së Kosovës, IKP-s, AKI-s, pastaj edhe emrat e dëshmitarëve tashmë të njohur të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag, pastaj edhe në lidhje me veprat penale të krimit të organizuar, korrupsionin, e të cilat informacione ja kanë transmetuar pra zyrtarit të lartë të BIA-s. Ne do të jemi këtu dhe do të presim derisa kjo seancë pra të fillojë dhe të dyshuarit të sjellen këtu në gjykatën themelore në Prishtinë. Faleminderit Fatjona, natyrisht është një prej rasteve që po tërheq vëmendje të madhe mediale, marr parasysh